Mëngjesin e hershëm të së premtës, dyert e kullës Isa Boletinit u hapën në buletin të Zveçanit. Kjo për të pritur qytetar nga mbar vendi në ditën e 28 nëntorit, pavarësisë së Shqipërisë. Në kullën e Isa Boletinit, si çdo vit tjetër, edhe këtë vit, mysafirët i priti stërnipi i Isa Boletinit, Gazmend Boletini. Ky vend është edhe pjesa më e rëndësishme e pavarësisë së Shqipërisë, për arsye se Isa Boletini tërë jetën e tij e vulosi duke thënë edhe në fund unë jam mirë kur është mirë Shqipëria. Nga qyteti i Istogut, i veshur sikurse Isa Boletini, në ditën e 28 nëntorit, për vizitë e homazhe, erdhi edhe Sadik Maxharaj. Isa Boletini është i madh. Kjo është një monument historik kulturor i shqiptarëve që do të jeton me shekuj me radhë. Vend historik me vlera të rëndësishme po shihet kjo kull nga shumë qytetarë. Një shenjë simbolik e rezistencës. E familjari i Isa Boletinit, Enver Boletini, ka treguar se si mbajti për afër 3 vjet eshtrat e Isa Boletinit brenda shtëpisë së tij në fshatin Veriq të Istogut. Dikon 2 vjet e 6 muaj, 7 muaj gati i kemi majtë në shtëpi. Edhe kemë bërë një kasafort të blindume. Homazhe këtu bën edhe përfaqësues nga institucionet e vendit. Burrat e mëdhej si Isa Boletini janë zakonisht vlerë e madhe e kombit tonë që janë simbol i rezistencës. Kori i qytetit gjatë ditës qëndroi brenda kullës së Isa Boletinit, ku edhe interpretuan këngë patriotike e himnin kombëtar. Sot i kemi në Hagë atë, dash Zoti që t'jenë sa më shpejt mesin tonë. Me këtë lutje po e feston 28 nëntorin. Si ky i moshuar edhe shumë të tjerë vizituan prekazin këtë të premte. Në ditën e pavarësisë së Shqipërisë, shumë qytetarë nga vende të ndryshme bën homazhet e varrezat e familjes heroike Jashari, datë kjo në të cilën shënohet edhe ditëlindja e Dem Jasharit. Qazi Mehaj thotë se kjo ditë s'duhet të kaloj pa fest. Do të punojmë që kjo të vazhdoj tonë jetën, sa të ka jetë këtë botë. Për të festuar, dikush erdhi edhe nga Tirana. Është viti 5 radhës që vim për t'i bërë omazhe dëshmorëve dhe Tadeut dhe me organizimin e këtij eventi që të bëjë një garë vrapimi. Mëngjesi kësaj dite nisi me organizim të vrapimit me 28 kilometra. Të janë 3 festa me një fest. Vrapojmë, kemi 2 disiplina, është 28 kilometra, që vrapohet për 28 nëntor. Për të nderuar kontributin e familjes Jashari, homazhe bën edhe organizatat e dala nga lufta. Sot këtu në prekazë vinë nga gjitha dhiset shqiptare për nderuar heroizmin, për nderuar sakrificën dhe ramjen e 59 dëshmorëve me 5, 6 dhe 7 mars, e me theks të veçantë, krahas nderimit dhe respektit, shënojmë edhe këto datat më të rëndësishme. Qytetarët ditën e vazhduan duke festuar edhe me këngë flamoj kombëtar. Të parët erdhën për homazhe. Antarë të Partisë Demokratike të Kosovës nderuan familjen Jashari për 28 nëntor. Deputetja e kësaj partie Vlora Qtaku tha se prekazi është kujtim që atë dheut duhet dashur pa kushte. Derisa deklaroi se edhe këtë 28 nëntor po mungojnë një shkrerët e UÇK-s në Hagë. Na mungojnë shumë liderët tanë të luftës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, qoftë ky nëntori i fundit që e shënojmë pa ta. Të njëjtin mendim dao edhe kryetari i OVL UÇK-s Hysni Gucati. Tu festa ne e dim që të mangë, parasysh se ne i kemi krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në Hagë, pa drejtësisht këtu duke mbajtur atje. Pas tyre homazhe bën edhe përfaqësues televizjes Vetvendosje. Kryetari i Kuvendit Dimal Basha u shpreh se kjo ditë i bashkon të gjithë shqiptarët. Kjo është një ditë festash për shqiptarët kudo që ndodhen, është një ditë e shenjtë për neve. E në një postim në Facebook, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se syt janë nga një nëntor i tretë, që sipas tij duhet të vijnë nëpërmjet përpjekjeve, punës dhe përkushtimit të vazhdueshëm.
Kurse kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku është shprehur se mesazhi i ditës së flamurit përfshin kujtesën e të rënëve dhe respektin për historinë. Në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz për vizitë erdhën edhe general të FSK-s, aty ku pushojnë trupat e jasharëve, të vrarë më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998. 28 nëntori shënon ndaljen publike të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, pavarësinë e Shqipërisë dhe ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari. Mallin për babajnë e saj e rënë dëshmor lufte e ka çdo ditë. Mirë po në ditë fesash, Valerina Halila i thot se atë ndjen më shumë. Ani pse nuk e ka njohur fare të atin, të jetë bie dëshmorit, Valerina thot se është krenari. Në ditën e flamurit dhe të pavarësisë ndjej një krenari të veçantë që babai im dhe të gjithë dëshmorët dhanë jetën për këtë liri që ne sot e gëzojmë. Për të nderuar të rënët në frontin e luftës, vizitorët në Glogjan ishin nga të gjitha trojët. Në këtë ditë feste, Asret Hasanaj tregon se nuk bëhet mjaftueshëm për familjarët e dëshmorëve. Vim nga një familje dëshmorit edhe babën e këm pas adëtar prej 68-s që kundrej servis. Unë një marrë ekstra nga Zvicra për mi nderu të gjithë dëshmorët që jenë ra me shekuj. Shteti nuk bën mjaftueshëm për dëshmorët, për arsye që dëshmorët janë të partë që o themelu ky shtet edhe ardh liria jonë. E jo vetëm nga Zvicra, vizitor kishte edhe nga Franca. Për të nderuar 3 vëllezërit e tij dëshmor, Osman Muslia i pati një urim. Pak në dijen dhe jam emocionuar, po është rasti i tillë. Urime këtë fest 28 nëntorin, inshallah dash Zoti e bashkohem e në liron edhe ata burra të maj që kemi në për burgjet. Në Glogjan, kujtesa e luftës lidhet ngushtë me epopenë e Dugagjinit, sidomos me ngjarjet e 24 marsit të vitit 1998, kur forcat serbe rrethuan zonën dhe u përballën me rezistencën e luftëtarëve të UÇK-s. Në duar po mban flamurin Kuqeze, e atë po e vendos në objektin e komunës së Preshevës. Kryetaria Preshevës Ardita Sinani thot se festa e pavarësisë së Shqipërisë është e rëndësishme për shqiptarët e Luginës. Pavarësisht që Lugina e Preshevës është i mohohet e drejta e përdorimit flamurit kombëtar, ne për çdo vit e vendosim dhe festojmë me këto mundësi që i kemi dhe me solemnitet. Sot ka fest Lugina, sot ka fest gjithë shqiptaria. Si në Preshev, flamuri kombëtar u valvet edhe në Bujanoc. Aty kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Enkele Rexhepi e vendosi. Pavarësisht që disa herë është dënuar, Rexhepi thotë se vendosja e tij do të bëhet gjithmonë. Flamuri gjithmonë do të valoj. Do të jem unë apo mos të jem unë, flamuri duhet të valoj dhe besoj fuqishëm që çdo shqiptar i Luginës së Preshevës do ta vendoj flamurin dhe flamuri gjithmonë do të valoj, sepse flamuri është në zemrat tona. E afër ndërtesës së komunës, para vendit të lapidarit të dëshmorëve për 28 nëntor, bën homazh organizata veteranëve të ushtrisë lirimtare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit. Ish kryetari i kësaj organizate, Nazmi Haradini, kërkoi kthimin e lapidarit në vendin e vet. Organizata veteranëve të luftës rregullisht ka kërkuar një sqarim dhe kthim të lapidarit, kështu që sot e kësaj dite nuk kemi një përgjigje të tillë. Festës së nëntorit ju gëzuan edhe qytetarët e Preshevës. Ramiz Zaneli tha se po jeton me shpresë që shqiptarët të bashkohen me një vend. 28 nëntori i ka bashkuar shqiptarët, edhe atëherë. Edhe aja dita që është në Shqipëri, ai vetori që është aja asaj kohës, ai nuk nolet kurrë. Edhe ajo shumë ditë e modhe dhe fort njumi ai që e menon dhe e nëron dhe e mon. 28 nëntorin e nderon edhe Ekrem Dalipi nga kjo komunë. Në vendin ku është Mithat Musliu, dëshmor dhe Qenan Rahimi. Sa herë që vendoset flamuri Kuqezi në 3 komunat shqiptare në Serbi, policia atje dënon krerët institucional për vendosjen e tij.
atmosferë festive për 28 nëntor nuk u ndje në Hag. Si ditë krejt e zakonshme, gjykata speciale punoi e zhvilloi seancë. Me mëngjes, u mbajt seanca e radhës përgatitore për gjykim në rastin kundër administrimit të drejtësisë, ku të akuzuar janë Hashim Thaçi, Bashkim Smakaj, Isni Kilaj, Fadil Fazliu e Hajredin Kuqi. Për këtë veprem, kritika shtroi Thaçi para trupit gjykues. Mendoj se caktimi i kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor do duhej evituar. Thaçi shfrytëzoi rastin që t'i uronte shqiptarët, duke shpresuar se për festa tjera kombëtare do të jetë edhe ai në liri. Mua nuk më mbetet tjetër, për t'i uroj shqiptarët për festën e 28 nëntorit të festojnë të bashkuar, krenar dhe me dignitet. Besoj që nëntorit e tjetër të festojnë bashkërisht. Kjo seancë së premtes si qëllim kishte përgatitjet e fundit para se të niste gjyqi në fillim të muajit shkurt të vitit të ardhshëm. E deri atëherë, prokuroria e specializuar zotohet se do të përfundojë me hetimet e saj. Mendojnë se nuk do të gjasin më shumë se 2 javë për të paraqitur gjithë provat e tyre dhe propozon që të gjithë dëshmitarët të dëgjohen në mënyrë të njëpasnjëshme në fillim të shkurtit. Mirë, po kjo nuk e bindi mjaftueshëm gjykatësin e procedurës paraprake, shkaku i vonesave që e kanë përcjellur deri më tani prokurorinë. Shqetësimi është se këto hetime nuk janë në kontrollin e gjykatës dhe nga ana juaj ka pasur vonesa dhe vlerësime jo të drejta për përfundimin e hapave hetimor. Rrjedhimisht, si afat të fundit për dorëzimin e provave jo gojore nga ana e ZPS-s, gjykata caktoi 17 dhjetorin. Lajmi ju erdhi se po vinte një ekip i huaj gazetarësh. Kështu prekazi në fillim të vitit 98 u vë gati që opinionit botror t'ia prezantonte për herë të parë ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Vendpritja për ta u caktuar kulla e Laskodrës në prekazin e poshtëm. E në kuqeret ishin vetë komandantet e UÇK-s në krye me Adem Jasharin, por para se intervista të fillonte, fillimisht u kërkuan disa fotografi. I kemi bërë disa foto ndryshme në oborën, por jo me maska. Kurse ata po në të arsyeshme që me dalë me maska, bashkë, komandant legjendar Adem Jashari. Pozita ku ishëm në oborën nuk ishte e mirë, kërkon që të bëjmë një intervist, po të bëjmë një fotografi pranë një muri që ishte afër shtëpisë komandantit Ilasit. Para gazetarëve amerikanë të New York Times, dolen 3 burrat e maskuar e me uniforma ushtarake. Kështu lindi edhe kjo fotografi e cila rrallëherë u shfaq në publik. Fillimisht është Ilazi në krajin e djathtë, komandant legjendar është në mes, kurse une jam në krajin e majt legjendarit. I kemi vendosur maskat, uniformat ne ka sjell Musa Jashari, të trijat komplet, njëjta, uniformë gjermane, që me qenë bashk në uniformë njëjta. Tash për momentin ku jem, kjo shtëpi nuk ka qenë me vogël, ka qenë një muri që i kemi thonë duar, me tulla, ku edhe shifet në kondin e djathtë, një pjesë. Por kjo nuk është fotografia vetme që gazetarët amerikanë e bën atë ditë në prekaz. Vetë Hasan Kodra për të vënie ka zbuluar edhe këto fotografi, në të cilat shihet komandanti legjendar Adem Jashari maskuar. Fotografia vërehet qartë që është komandanti Ilas Kodra, është legjendari Adem Jashari edhe Hasan Kodra, mësuesi. Kurse poshtë është fotografi tjetër që jem vetëm fokusum legjendari Adem Jashari, ku edhe vërehet rrjedhshëm shqipunia gavrumen e kandak të Kalashnikovit apo automatikët edhe Hasan Kodra. Nga këto bashkë me ekipin e gazetarëve u kthyen në kullën e Ilas Kodrës. Përgjithësinë për të dhënë intervistën pa maskë e mori Hamaz Jashari. Por ky i fundit urdhëroi që vetëm një njeri brenda odës të qëndronte i maskuar. Hamza ul, para se më ul, fillimisht na ka drejtuar, tha, jo, tha, jeni vetëm valltar. Unë edhe hiqi vallën. Do të thotë se unë do të japë intervistën. Mu ka drejtuar, mësuesa ti mos e hiq maskën. Arsyeja se e ende të punue, dinë rrethonat çfarë si mëdhënës.
Vetëm 2 muaj pas kësaj interviste, forcat serbe me 5 mars të vitit 1998 sulmuan lagjën jasharin e Prekaz.